për shumë konkretisht, cilat janë kriteret ku ndërtohet një hidrovor për shumë? Se ka akuza që hidrovori i ri në Durrës ka qenë jashtë funksionit dhe nuk është ndërtuar ashtu siç janë parametrat apo kriteret. Atëre, po edhe hidrovori, apo ndërhyrje, apo pastrime që reklamohen për para periudhës së shqirave, janë ndërhyrje fragmentare. Projekti i kullimit të gjithë Durrësit, gjithë pellgut të Durrësit, dhe jo vetëm të qytetit, po edhe Kënetës, është një sistem integruar, që po nuk funksionoj si tillë, nuk kanë vlerë ndërhyrje, qoftë edhe në hidrovor. Po e zëm hidrovori Durrësit. Hidrovori Durrësit sigurisht që është llogaritur, projektuar apo rehabilituar në bazë të prurjeve të vjetra, pra të hidrovorëve të vjetra, që kanë ekzistuar dhe që kanë qenë punë në këto lokacione. Por është e pamundur të llogaritet dhe të projektohet për të përballuar situatën aktuale, e cila kërkon një studim të gjithanshëm, ashtu siç është bërë më përpara. Kërkon një sistem të plot të kanalizimeve dhe të kanalizimeve të drenazhimit dhe të rrugullimit, që nga kapilare, që janë kanalet terciare. Profesor Mao, po thoni që edhe këto riparime që ne bëjmë, nuk i bëjmë sipas kritereve. Absolutisht. Pra kjo është ajo që desha të theksoj në këtë. Është e pamundur që të bëhen ndërhyrje emergjente. Dhe me këtë të rregullohet sistemi i kullimit. Thamë që sistemi është integruar, nuk mund të ndërhyhet në pozicione të veçanta, sepse këto futen pastaj në mbulimet e emergjencave vjetore, ose të riparimit të dëmeve që janë bërë në dimrin që kanoi. Po këto nuk zgjidhin problem. Nga pikpamja këtë desha të theksoj, e inxhirisë, pra hidraulike, nëse duam të bazohemi në to akoma, parimi bazë është sistemet e kullimit projektohen dhe funksionon në rak pellgu, dhe jo segmentet të izoluara. Përfshirë këtu edhe rehabilitime të hidrovorëve. Për rrjedhoj, rehabilitimi efektiv kërkon ndërhyrje të koordinuara në gjithë rrjetin, nga kanalet terciare dhe sekondare deri në kanalet primare. Kjo qasje e fragmentuar, pra, reflektohet drejt për drejt edhe në mënyrën se si janë orientuar financimet gjatë 3 dekadave të fundit. Investimet kanë qenë emergjente dhe reaktive, të fokusuara në zonat të dëmtuara nga përmbytjet e viteve paraardhëse, dhe jo pjesë e një strategjie afatgjatë në shkallë pellgu i mbledhur. Deri më sot mungojnë studimet të plota dhe të integruara, të ndjekura nga projekte teknike të mirë strukturuara, ku të analizohen në mënyrë sistematike shkaqet e përmbytjeve. Në mënyrë të veçantë nuk ka pasur një vlerësim gjithëpërfshirës që të marrë në konsiderat njëkohësisht kushtet klimatike dhe ndryshimet e tyre, standardet teknike mbi të cilat janë projektuar sistemet e kullimit në vitet 90, si dhe gjendje fizike aktuale të gjithë rrjetit kullimit. E kuptoj. Mirë, profesor Mao, do vi sërish te ju vetëm të fusim pak në bisedë zotin Axhimali. Axhimali, pushtetet vendore kanë dalë jashtë loje, nuk kanë kapacitete, nuk kanë fuqi, nuk kanë njerëz që pavarësisht se kanë disa kompetenca, përmbytjet i kanë në derë. Shiko, ta dashur të hyjë në fushën e inxhinierit për çështje teknike, por pajtohen plotësisht me atë çfarë tha ai. Problemi që kemi me përmbytjen, qoftë në zonat urbane apo me përmbytjen e zonave të gjelbra, është e lidhur kryesisht me politikën, se si arkitektura e këtij shtetit tonë, institucionet tona
ndërtojnë apo kujdesen për sistemin e vaditjes të kullimit, qoftë ujrave të bardha apo të zeza në tërësi, e para, dhe e dyta, lidhet ngushtësisht me ndërhyrjet sistemike të institucioneve që kanë përgjegjësi direkte dhe indirekte në këtë fushë, në këtë shërbim publik që është shumë i rëndësishëm, shumë jetik, shumë problematik. A kanë bashkitë? Bashkitë në fakt janë një nga institucionet kryesore, por jo të vetme. Unë po i referohem strategjisë ujit dhe të kullimit për 10 vjeçarin 2019-2031. Edhe po marrë vetëm 2 ligje. Marrë ligjin 24-2017 për administrimin e ujit, kur bashkive jo është lënë në përgjegjësi kujdesi, pastrimi, menaxhimi, financimi, shërbimi i kanaleve të dyta dhe të treta, por përpos kësaj i referohen dhe ligjit 139-2015 në nenin 27 që citon përgjegjësitë drejt për drejt të institucionit të bashkisë në këtë sektor, i referohemi ligjit për planifikimin urban 107-2014 me ndryshime dhe shkojmë tek ligjit 45-2019 për menaxhimin dhe parandalimin e riskut. Pra, secilin nga këto institucionet e ka përgjegjësitë e veta. Ju me drejt më pyetni, ore këto bashki pos reformës territoriale nuk ishin në gjendje të parandalonin, të zvoglonin riskun, apo të vazhdojnë, apo me gjithë proceset që mos kishin këtë situatë. Unë mendoj dhe jam shumë i zhgënjur në fakt që situata të tilla e nxjerrin në pak të problem. Du t'jem krejt i sinqert, edhe pse u bëj avokatin e pushtetit vendor të autonomisë, të decentralizimit, problemet nuk kanë vajtur ashtu siç duhet. Dhe unë po i minimizoj me dy fjali. Sepse ju vërtet pyetët na kushton shumë situata post-emergjente, në krahasim me investimet që mund bënim para se të ndodhte. Keni shumë të drejtë. Edhe unë them, mirëmbajtja kushton më pak se emergjenca. Pastrimi periodik kushton më pak se kompensimi. Po çfarë ndodh? Për hir të së vërtetës, kujdesi vjetor, ditor, mujor, semestral i sistemit të bonifikimit nuk është në agjendë, nuk është në prioritet. Çështja tjetër, a kanë burime njerëzore? Unë mendoj tashmë që njësitë e qeverisë vendore, legjislacioni nuk i kufizon ato për burime njerëzore, as për të kontraktuar për të marrë inxhinier, as inxhinier me histori të mirë, të mrekullueshme nga e shkuara, as inxhinier të ri. A kanë burime financiare? Shiko, po ju jap vetëm një shifër. Për vitin 2026 buxheti për ujitje dhe kullim, ato që kanë pushteti vendor po theksoj, është rreth 11 milion, 12 milion euro për 61 bashkitë e Shqipërisë. Nuk dua t'i justifikoj, se është pak. Unë jam i bindur që është i tillë, por dhe këtë buxhet duhet ta vendosin në shërbim të kanaleve dhe jo në shërbime administrative me fut njerëz në punë në përzyra. Por mbi të gjitha për ta thjeshtuar pushteti vendor, nga pushteti vendor unë nuk kërkoj vepra të mëdha arti futuriste, sa ato le t'i bëjnë holandezët, por ama kërkoj përgjegjësi. Unë nuk kërkoj asnjë lloj shpikje, por të paktën të mirëmarrin sistemin e vjetër të trashëguar. Pra nuk po kërkoj që ti rindërtojnë, po të paktën ti mirëmbajnë, po të paktën të hapin tumbina, të kujdesen për setat, ta bëjnë kapilare, sepse çështja e ujit nga mali ku del, nga vertikal ujrat e larta, deri me sistemin nën toksor duhet funksionojnë si enë komunikuese, janë shumë të ndërlidhura. E kuptoj, Axhimali.